Stabiliteti është faktori kyç në projektet e partneritetit publiko-privat dhe në bazë të përvojës sime, mund të them që ky stabilitet nuk ndikon tek operacionet ditore, mirë po mund të ketë ndikim në kuptimin afatgjat. Për shembull, në rastin ton, nëse ka një jo stabilitet, nuk mund të përmendim vështirësi ditore, nëse në një mëngjes një fluturim atëron dhe kaq. Mirë po, në kuptimin operacional është faktor kritik, sepse kur flitet për stabilitetin, ka dhe faktor të tjerë të cilat duhet merren parasysh. E përmendi zotëriu Kreshnik. Ne duhet përcaktojmë riskun dhe përgjegjësitë qartazi mes partnerit publik dhe atij privat. Është çështje kritike kjo, sepse kur shihen shembujt e ngjashëm në përbot, mund të vreni që rrisët disi transferohen apo barten tek partneri privat. Do shta për shkak natyrës së biznesit, mirë po, nëse ballafaqoheni me një problem në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës, atëherë do të na fajson neve, sepse jemi pjesa e dukshme e këtij partneriteti. Ajo që duhet përcaktohet qartazi dhe më lejoni t'jap disa shembull nga aeroporti. Ne pranojmë ankesa nga pasagerët. Ata thonë që gjatë pikut të sezonës, kur bëhet check-in-i, janë radhët e gjata dhe jemi të vetëdijshëm për këtë situatë. Mirë po, në ndërkohë e dim që në kuptim të kapaciteteve e kemi arritur qëllimin. Kapaciteti ynë është 5.4 milion pasagjerë. Kemi pasur 4.6 vitin e shkuar. Duhet të zgjerojmë kapacitetet e terminalit. Duhet kemi një dritë gjelbër nga qeveria, nga shteti vende, nga shteti Nikoqir. Shpesh dëgjojmë nga miqt pse nuk ka fluturime për Madrid apo Miami, por kanë të drejtë, sepse ne jemi pjesa e dukshme e aeroportit, por nuk është në diskrecionin ton. Nuk mund ta kryjmë këtë punë me njëherë. E njëjta është edhe në për aeroportet tjera në përbot. Ne përdorim incentivat e qeverisë që aeroportit jetë tërheqës. Nuk mund të shpjegojmë këto gjëra të gjithëve, por kjo pjesë nënkupton që ne e bëjmë këtë në bazë vullnetare. Kjo i ka dy anë të medaljes. Raporti mes sektorit privat dhe publik është testuar tash 15 vite, pra në vitin 2020 kishim periudhën e pandemisë me Covid. Pra operacionet u mbyllën, por falë shtetit Kosovës u ndërmarrën veprime dhe ristrukturuam pjesën e koncesionet. Pastaj, pas 3 viteve pas pandemisë, pra kemi marrë një vazhdim të koncesionit, pra simbolesë për periudhën me pandemin me Covid-19 për të mbuluar, do të thot, mos operimin ton gjatë kohë. Nga ana tjetër, ne jemi të orientuar ka mentaliteti i biznesit. Në këtë fushë besoj që ende kemi disa rregulla që duhet të zhvillohen. Veç këtij faktori që përcakton ndarjen mes rrezikut dhe përgjegjësive, janë edhe disa faktorë tjerë, si parashikueshmëria, projektet PPP, si aeroportet, janë partneritete 20 apo 30 vjeçare, janë si një martesë dhe si e tillë duhet jetë e parashikueshme. Nëse kjo bëhet me ndryshime të para rregullatore, nëse ligjet
nuk ju mbështesin gjatë kësaj periudhe, atëherë do t'jetë demotivuese për partnerët e jashtëm. Pra, çdo vit, ndoshta edhe çdo muaj, gjërat ndryshojnë shumë shpejt, ndaj duhet të akomodojmë këto ndryshime në mënyrë drejt për drejt, e që kërkon rregullore dhe legjislacion të rregulluar mirë. Tjetra është besimi investitorëve. Investitorët e huaj në projekte të këtilla, ata shpenzojnë shumë para, investojnë shumë para, ndaj me që përfaqësojmë partnerin privat nga këndvështrimi ynë, në ndërkohë është çështje e reputacionit, por edhe është çështje parash, pra dhe rrethonat duhet jenë të parashikueshme dhe duhet parashihen lehtësisht se me çfarë do të ballafaqohemi dhe autoritetet, institucionet qeveritare duhet jenë më fleksibile. Është e vështirë për qeverinë të bëj këtë sepse mund të kenë ngarkesa, pra e përmenda periudhën e pandemisë, pra ne në bashkëpunim me qeverinë i përmirësuam gjërat dhe në një farë mënyrë e trajtuam situatën si duhet. Për nga ana e biznesit, disa rregulla duhet përmirësohen. Qëndrueshmëria nuk prek operacionet tona ditore dhe efikasitetin tonë. Mirë, por në rrafshin afatgjatë duhet ketë një vendim për proceset e investimeve.